Me rastin e 2 marsit në hyrje të Lezhës është realizuar një murale që i kushtohet 502 vjetorit të beslidhjes së Lezhës, momentit kur princa shqiptar u bashkuan në udhëheqjen e Gjergj Kastriotit për të mbrojtur vendin. Vepra është realizuar nga piktori Bledar Cakalli, i cili përmes kësaj murale synon të rikujtojë një nga ngjarjet më domethënëse të historisë kombëtare dhe të përcjellë një mesazh bashkimi për kohën e sotme. Sipas autorit, kjo vepër është dhe një thirrje simbolike për një beslidhje të dytë, si një kujtesë për rëndësinë e unitetit dhe të rrojtjes së historisë. Fakt shqiptarët edhe sot e kësaj dite, pavarësisht se kanë kaluar vite dhe shekuj, shqiptarët më shumë se kur kanë nevojë për një beslidhje dhe ky ishte mesazhi mu bë bashkë siç e bëni Gjergj Kastrioti në 2 mars 1424. Se i përket punës 3 ditë sot është një murale shumë e vogël për një mesazh shumë të madh, siç e theka edhe pak më parë që shqiptarët edhe sot e kësaj dite ne jemi të përçam, nuk po arrim dot një beslidhje të dytë dhe ishte një detyrë edhe me përcjell mesazhin nga Lezhë. Murali është vendosur në një nga hyrjet kryesore të qytetit dhe sjell në vëmendje frymin e beslidhjes së vitit 1424, duke kthyer atë një simbol reflektimi për shoqërinë shqiptare.